Përshëndetje njerëz, jena rikthyer me podcastin e radhës Lamba Laudinit, ku për herë dytë jam të bo këtë himje, se herën e parë dikush ka këtu në studio pala. Unë jo. Misafir nuk vin, misafir vin kreft ndresht. Po. Mas kamera va dikush, të s'pja pra me në emrin se mas ne të një meti, ashtu një meti, kështu, lejnë ma mirë, këtu. Jena rikthyer me podcastin e radhës, ku si çdo herë, që kena misafir special, këtë herë kena zgjedh një lama special, njëri që drit bon, ka hec. Ka ta shif shtet dhe që kime kesh kur ta shofsh. Është një aktor legjendar me thonë, i Shkupit, që njihet me emrin Visar Hetemi. Këtë hymni që më vonë thu se elektriqar më vonë, ka ec me dritë ec kë. Faleminderit edhe mirë se gjeta, edhe faleminderit që ma ke bën ftesën, edhe dje që ndjem shumë i privilegjuar që jam te emisioni jot. Ndjem edhe faleminderit edhe një herë. Privilegjuar që erdhe, se domethënë sot po të incizime me shku. Po i thash para se me shku me incizu në Kosovë, thash kthe pak, ka studio eme, edhe mas të ena i lirije. Ku është puna e incizimeve, për ndërhyjmë njerë në teatr, kur të thojsh të dikuj gjatë provave, sidomos jena një 2-3 kolegë që e bajna, se ka te komuniteti jonë ka shumë xhelozi tepër të madhe, kur të marrë vesh që dikush të shku me xhiru diçka, dojnë me nish, ka është muhabeti, pse? Edhe sërë që të më thot drejt kjo regjisore, e nesër prova kena, tham, nesër kam incizim. Edhe o muhabeti Visar, shka, diçka problem me zemër, kam i shku zemrën me incizim, Kam incizime, kam zemrën, ne ka gej, kena me shku me ba. Ka. Ej, Visar, për momentin një aktiv të lutë të një serial. Po. Ashtë të quajtur Shtëpia e madhe. Po. O para sa me i të kjo shtëpia e madhe, dhe me thonë, du me pyet, ose me të vetë, Hajde. Qish fillove, dhe me thonë, fillim me teatr, apo direkt me tregu drejtën, kum diplomun në Shën Kirillin në metodin të klasa e profesorit Rafet Abbas, të cilin e përshëndes, sa i nuk ka emision që nuk ndjek, edhe besoj që edhe këtë podcast do ta ndjek. Unë kam qenë në klasë të ati edhe në 2005 kemi diplomu. Edhe fatmirësisht për klasën tonë, si kolektiv kemi pasur punë në 2005 në teatrin shqiptar të Shkupit, bashkë atko një pjesë, një trupe aktorëve tjetër kishim pas ndru jetë dhe ne kishim pas lanë vendimet se qelëse, në qëfar na fakt, hajde që dhe bashkë ai rumullaku që është e zeza me një pikë të bardhë dhe e bardha me një pikë të zezë. Te njëna për qateve pikave klasa jonë jena konë. A u mërzit që ta u gëzoj që Pa i qëta shapo do drejt me të kaldu, unë jam gëzu. Po nëse se pak artistat kanë qef me lytë atë rolë, arti po shuhët. Kush? Arti o fike shpijës, amër. Apo? Arti o fike shpijës. Kush ban art për mua era ne me vjen. Ariel ai kur njerë me sisëshe. E kur ki dalë në ekran për herë parë? Për herë parë këm dalë 92-ën. Në ekran ka qenë viti 1992. 92-ën në njëti për? 91-92 njerë. Po, që të ngati? Po, që të ngati për herë parë kemi dalë në televizionin popullor të Maqedonëve, të MTV-ja. Ka qenë emision klubi fëmijëve të lumtur. Kemi bërë skeqe 92-ën, kur për shumica nuk s'kam pas televizora atëherë. Shumica e njerëzve që po palujna pak po. Është kanë një emision tepër i shikum prej fëmijëve, klubi fëmijëve të lumtur, mase prej atje u shkri në Ylberi dhe sot ditë vazhdon tradita e festivalit. Atëherë kur një s'kam pas legena. Kur s'kam pas legena në për shpinë, na kena lujt në për televizion. A ka lujt rol Arsimi për shembull për zhvillim tanë si aktor? Arsimi? Po. Që përmenon Arsimi në shkollime? Shkollime, po. Po normal ti nuk mundesh me hyrë në fakultet 5 ose shkollën e mesme. Që është më zbami sikur atë. Jo, e di çka po tham. Du me dalë tani se a mund është mu kon aktor edhe nëse se kryin shkollën e aktrimit? Për mu punësu në për institucione, jo.
Po shumica e aktorëve të Hollywoodit janë aktorë pa universitete. Okej, tash një pyetje, domethënë Hajde, këtë kanë mu lidh, thosë. hajde, këtë lidhat. Se ti je pak më profesional në punën e aktrimit, që je edhe Me diplom. me petçat, Po ç'ashtu? edhe i edhe kana tjetër, domethënë që e kupton edhe këto që Komercializmi. Po, pa diplom. A e konsideron si marrësh ka të bot dikush, nëse ka sukses po nuk është i diplomum? Jo, absolut. I Me thon, këshereve vetmi edhe jam shumë më kritikojnë kolegët e mi se i vetmi jam që shkoj këshyri shfaqe edhe amatorëve, shkoj duhesh pikë spari çdo kush çka të bën, duhesh pikë spari t'ja respektojsh iniciativën që e ka marrë, edhe pa marrë parasysh e bën se në mira, se në keq, ai munohet për me bë. Se s'ka njeri që do me bë diçka të keq. Ai munohet me bë, atë vetëm për çka që ja ka dhënë Lumizot tash. Na sun tranomi, po më me rëndësi është t'ja respektojsh çka e ka bë. Ç'është? Po. E prej të emisioni i fëmijëve. Po. Ka pas në esën tjetër, apo se du me dalë të hoteli Mihonës? Emisioni i fëmijëve masanena kemi pas në shkollë fillore të Ukan, statista kemi lujt në teatrin shqiptar Çkupit, se mu babim ka përnu në teatr. Po, ka qenë roba qepsi teatrit, kostumograf të gjithë aktorët që ka lujt në dramën shqipe, në dramën turke, pa tjetër kam me kaluar me durët babit tem. Edhe kur i kanë thonë regjisorët na duhet një fëmijë, kemi lujt. Aty kam lujt një 3-4 shfaqe. Po dëshira për me mu paraqit në shpirtin tem ka qenë prej fëminin që do të, edhe kum di që do ta mbaroj Universitetin e Artit Dramatik. Në cilin vjet ka bo seriali Hoteli Mihonës? Hoteli Mihonës ka fillu të bat në 2009-ën, 2010-ën. Në fund 2009-ës, fillim 2010-ës. Se e kam një fëmirit interesant ma të seriali. Më thonë, kur ki dal ti, më thonë, këna thonë, Michael Jackson i dul. Jo, një me e ki pasë rolin interesant. Faleminderit. Ajo, Hoteli Mihonës. Projekti kujti ko? Projekti jem edhe i Fisnikut, Fisnik Siqirit. Benit për ndryshe. Benit të nëshë malës. Kolegut tim, senin e parë që e kemi bot takimin unë edhe Fisnikut takimin. Ditë për ditë mi takun punë, po a nisim iniciativën ka qenë unë edhe Fisnikut e kemi nisë. Pasaj na kanë bashkangjitë edhe kolegë tjerë. Ajo ka qenë kuadër të një shfaqës. Hoteli Mihonës. Kemi pas një shfaqe në teatrin e fëmijëve, cilën ka qenë Mirandolina, ajo ka qenë shfaqe buj që nuk besoj që do të përsëritet edhe ndonjëherë në teatrin ton. Qasi buje që kanë qenë 2 javë ditë përpara shituna biletat për atë shfaqe. Edhe a e marrim pak që thënë kanë ajon pak yrnekin e qiksoj edhe e bajmë Hotelin Mihonës. Kur e kemi bë Hotelin Mihonës, qatë që deshte me thonë, a pe shlojmë, a nuk pe lshojmë. A pe shlojmë, a nuk pe lshojmë. Edhe kemi thonë do njerëzve që mirën pak me art, që janë pak ma open-minded njerëz. Po, kur ta pinë, po, kur e krujnë veshin, nuk e krujnë kështu, po e krujnë kështu. Edhe, ta shofna njera kemi me pas kritika për atyve. I kemi dhonë CD-at, të tërë me CD-a ishtë muhabeti, i kemi dhonë CD-at, kur njerëz, na i kemi dhonë 4 epizoda, se 4 epizoda i kemi gjiru dhe i kemi dhonë me një këshyrni. Epizodën e parë krejt, mës gaboni, mës me lëshu këtë sen. Hajde pe, edhe e moj men, epizodi i parë ka qenë me 31 dhjetor 2009-ës, fillim 2010-ës. Ajo ka qenë një buj, cilën me të vërtet, kjo është, nuk e thamë me mendje madhësi, se dhe parëzit edhe prezentimin që ashtu e bane, me të vërtet nuk mujt me dalë për shpijes. Atë kur ka qenë ai interval, ka qenë që ku më shku me bo pazarlëk me të shpijes, pazarlëkin nuk më është pagujt. Jo, hec. Ajo bilen një interval kohor kemi qenë në Ulqin se në Ulqin e frekventojnë shumë shkupjant,
au pa ta bo si e rush në plazhe, me këtë fëmijë dilsha në për fotografia, po ka qenë një kënaqësi tepër e madhe, ka qenë një people meter tepër i madh në televizionin Allsat, të cilën munden edhe me i pyet edhe drejtorat që kanë qenë atëherë, ajo ka qenë që me mburje e tham në atë kohë ka lujt edhe Pollati. Seriozisht. Do të thonë të ushtime Pollatit. Jo, ja kemi shku serialit Pollati. Po për zotin, çashtu rën na kanë thonë, rën po i dha. Po shikueshmërinë Pollatit ja kemi kalu. Në Allsat që është imitu. A u kom push për ty kjo emision serialis tash emision? Unë për veti ditën e parë kur kum diplomu, unë ju kum e kum di që me këtë profesion nuk mundesh me pas të ardhuna tepër të mira, po nëse do të mësohesh në punë që thash fatmirësisht e kemi pas atë në fakt, unë për veti ju kum gjujt komercializmit, që komercializmit te populli e hajnë këtë. E hanë dyqysh, edhe mundesh me mbjetu. Po fatmirësisht nuk mbjetojmë, po e ndjekim luksin. Faleminderit prej komercit, prej komercializmit. Faleminderit. A është pak të ardhë keq që nuk vlerësohet artit, taman artit që ish duhet, se sa ajo është komercit. Ajo është për të ardhë tepër keq. Po ky sen është para 50 vjetëve. Është çmu kur njerëzit nuk e kanë ditë se çka është telefoni, kur njerëzit nuk kanë pas telefona të shtëpisë nëpër, kurse tash secili njeri ka stacionin e vet. Ti badjava që ban skenografie. Mirë, për shembull këto që e bëjnë për shembull artin e mirëfillt, më thon, sipas teje, a duhet me ndryshu stil mu, bo update apo jo, kjo ka në Londër ka teatrat të cilët hala ka shfaqe që nuk ndron, ke shfaqe me shpata, me piçaka, me si vërzat, ato hala Altia nuk kam rritë ato teatra. Janë teatra që të luajnë Shakespeare-in te na nuk mundesh me thirr Xhemalin e Gazibabës me këshyr një shfaqje të Hamletin për shembull, sa atë Mama Sanena me sajlla me ngrin, teatra nuk hin. Veç nëse i thu ka në Sam. A mënon që ka marrë kohë, ka më vlerësu? Po, patjetër. Kur ka mujt në për shtete tjera, cilët kanë qenë shumë të varfër se shteti jon, tani, të ato në vlerësohet arti, të na është e mira që është hap teatri i fëmijëve. Është hap teatri i fëmijëve edhe kam fillu prej në fëmijë të shkojnë në për teatro. Se unë një njerës që kam bo 40 vite, kur njerë ai njëtën e vetë nuk ka hinë teatro, dhe nuk e din atmosferën e teatrit ai person. Kurse tash po kisha bo thirrje deri te njerë pikësparit e Ministeria e Arsimit që me pas edhe në program vjetor që me qenë dy shfaqe në semestrin e parë, 2 shfaqe në semestrin e dytë me shku t'i vizitojnë. Se kur të fillon që ta vizitojsh, frekventojsh teatrin, prej në zvogli, prej në fëmini, kur do të rritesh edhe vetë, e din se më çka është teatri dhe vetë do ta vizitojsh. Qire, tash në për shkollat fillore, në për shkollat e mesme se di, veç në fakultet, lanë dhe kum pas baletin. Seriozisht? Po. Dans, balet. Edhe du të thamë shkollë sportit praktikohet, që me thonë nëse shokmi në këtë pikpamje artin, me thonë ne e kena mësu baletin në fakultet. Po ze, randevu. Pike. Ama ide e mirë është. Po. Vallaj, po se menoj që fëmijët mujnë mu socializu shumë ma shumë nëpërmjet shfaqjeve. Po qysh jo në... Sa e këshirë Mickey Mouse-in në televizor, mu me të dhe në jo, dhe ne kemi këshirë dhe Mickey Mouse-in e Tommy Jerry-n, ama ne kemi pas në gjimnazë në shkollë fillore, kër kemi qenë, e kemi pas obligative me shku në teatr.
obligative. Kurse në kohë të komunizmit e kanë pas obligative njerëz që kanë punuar për fabrika. Zhelezara ka pas, i ka këshyrë në teatrin shqiptar të Shkupit, i ka këshyrë 50 herë një shfaqje se ka pas shumë punëtor të madh, punëtor tepër me numër të madh Zhelezara, edhe kanë shkuar reprizën e parë, dytën, tretën. Veç për një institucionit ju është luajtur ka 20-30 herë një shfaqje. Asnjëherë një shfaqje nuk është prish skenografia e shfaqjes pa u luajt 100 herë ajo shfaqje. 100 herë. Po. Ka në të teatri popullor maqedon sot ditë janë çështu. Unë qire për vetë unë shumë i kam qef shfaqje, seriozisht e kam, edhe jam kom plot herë. Po e di për. Edhe në herë i thiri edhe shokët, a di çam thënë? Abe Netflix ka pse më shkon shfaqje. Realisht ka shumë dallim, domethënë Netflix, film, i shfaqjes. Se ti je çati nga, domethënë përjeton çati duket vetja si më konin. Mrena në film, ti më konin. Aktori cili lun në teatro, edhe aktori cili lun në film ka shumë dallim të madh për aktorëve. Se nëse në teatro nuk mundet me thonë, stop, hajde edhe një herë ktheje. Për fillim. A këtu mujna që shtash me na thonë regjia me thonë, a pe kthejnë edhe një herë se që ka mirë, na ndodhi në fillim, edhe i kthym. Në teatro vetëm premier ka reprizë. A të ka ndodhur në herë me gabu? Po morë që janë. Çish i mlojnë gabimet? I mlojnë gabimet, po kur njerëz si marrin vesh publiku. Se kolegon e mbulon. Po. Me haru tekstin e herë, kujdi. Unë për vetin njifna për atë sen. Po. E ki mana. Nemna, une, është shumë palidhje me thonë, atë kanë erdhi i gaboj edhe për nipave të mbesave emnat, e kështu që në për shfaqe, kur janë 12-13 personazhe, unë familjarëve të mes për moj ka njerë. Unë kam shkët problem, unë kum hije, më në shë heq, problem kam me vejtën, të marrë është, mos unë ka bo se hire, jo, me, po, në minjer i lidhë në sajnë, minjer, antena gjësro, kur qishë, se hire ka. Vike keq, vike i nati për vejti, pëse së në maj me nejmra, edhe hina, të ledzu, të sërquat, para më në, kjo ishte një sen që vetë truni, dhe më thonë, e percepton, edhe emrat truni i percepton sikur informacionet pa nevojshme. Domethënë ti s'ki nevojë për këtë. I ke qit në recycle bin ti ato sanë kështu që ti s'je për këtë për emrat, ti je për komplet për sen tjetër. Mas hotelit Mihonës, a ka pas serial tjetër që ke lujt, me thonë, me e di Osamir, po para para Osamirit kjo pjesa në mes këtu. Po. A ka pas ndonjë tjetër që ke lujt? Me thonë, ma shumë epizoda, se ki lujt edhe të FC Lata, ki lujt... Të shëpëgënazi, minjerë. Po, të shëpëgënazi, po këto janë new era, këto... Po. E të marrësh, po këto të kohës vjetër, po. Jo, nuk kum lujt. Se mas hotelit Mihonës kemi pas një pauz, një 3 vjet, 4 vjet, që kemi qenë tepër të ngarkuar me teatr. Edhe është... dikuj tjetër, sidomos shokëve të mi kur të tham, jam të lodhë në teatr, kur kush nuk mundet të atësen me besu. Hajde besha keni me besu tekst edhe qash. Se gjdo regjisor që ka vjen këtu, aje këshyrë me sos punën e vetë edhe mu këthy në shpit vetë. Kështu që të manë një regjiser ka 3 prova në ditë, atina nuk i bëhet të vanë. Ama për neve është një ngarkesë tepër e madhe, se të blokon edhe në projekte tjera. Se nuk ka kolekt mi që nuk e marrin nga një projekt ose 2 projekte prej Ministrisë Kulturës që e marrin projekte private edhe me punu pak privatisht për veti. Unë për veti çdo herë e kam 6 deri në 7 muaj ditë përgatitna për festivalin tem. Ti nuk mundesh kricënat me i bë me telefon, do duhesh me shku deri në Tiranë, do duhesh me shku deri në Preshevë, do duhesh me shku deri në Kosovë. Mu marr vesh për çmimin, mu marr vesh për çfarë teme me fole, për çka bëhet fjale. Ajo të pastaj mi vrapu sponzorat apo po do për kaç me hi, apo do çka ku po do mu reklamu, çka po do mu reklamu. Unë për veti 6 deri në 7 muaj ditë mu më shkon
po tu pregadit. Me dikujna mi thonë që 7 ditë, që dikush e në prin temele, që në derin kulm banesën, dikujna mi thonë për festivalin tem, thot paska lujt, po, se cilë ma atë vetën, se cilë ma takotin e vetë. Me që dole të festivali, jeti po festival shumë të fortë, Allah. Faleminderit shumë. Ka e njëse këtë mendim t'i kështu me festivale, Me të regu drejtën, Shkupi Hap Festin, njëherë ki dalë vetë ki bo stand-up, kum ka një dërë të ti. Po. Është ndryshove, në njëse me marrë misafir? Shkova, pastaj kum pas në interval kohor se shoqja eme ka ndjek do ligjerata në Stamboll. Edhe atje kemi jetu pak. Edhe fatmirësisht ajo kur ishte në punë, unë kisha do kusherit të mitë të cilët dilshme u shëtëqme me ato. Edhe pash një festival të këtij llojit, se në Turqi është me të vërtet shumë i zhvillum stand-up-i, edhe më pëlqej dhe më la shumë një atmosferë tepër ngrohtë, thash më veç mos kthefsha në Shkup, edhe do ta realizoj. Më thonë ti e kupton turqishtën? Turqishtën, po e kuptoj. Okay. Edhe kur u ktheva këtu, fillova të mirem me këtë sen, edhe i afrova një bashkëpunim të një miku tim, cili tash nuk është këtu, është në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Besforti. Edhe ai menaxhonte një lokal në Qarshi të vjetër, librarinë e Qarshis. Thash, hajde ta bëjmë. Ai ditën e parë tha që mos ta bëjmë. Jo, deshëm ta bëjmë në Qarshi të vjetër që të fillon prej dikon. Burimi më Qarshi. Kemi pas ndimesa prej Norikselimit, ai na dha pulsin e parë, baneni, unë do t'jam përkras i keceneve këto. Filloj, dham reklamën edhe u ba një buj tepër e madhe edicioni i parë në Qarshinë e vjetër 2017. Edicioni i dytë, nuk është mëri, edicioni i dytë ka qenë vetëm se në Teatrin Popullor Maqedonas, edhe më veç se ka shku të ndrit festivali dhe tash gëzomi se është edicioni i 8 i festivalit. Vitin tjetër e kemi të 9. A i ki prit që me ndo? Jo. Shumë sinqerisht e tham, nuk e kum prit që do të merr kaq ofori tepër të madhe festivali. A di për mua çka është më e çuditshme? Aktor të vëllat shqipe. Janë persona të cilët për mua duhen shumë për mu bin, se nuk janë me të limuan. Jetë me të limuan. Janë tash mës tam që i këshire se nuk ka asë një muj që kam baru festivali, janë rezervu 2 emna që janë tepër të fort për vitin 2026. Mos ta shfaqesh tash. Po, jo, s'po të gushtoj. Për që fjallën për të epë që kur do t'janë 2026 i pari njerë që kemi pas në emision, kemi pas të ato e në fjallën për të epë që t'jetë pak ma ekskluzive, po momenti që do t'i shfaqe ato që kur njëherë nuk kanë performu në Shkup, në edicionin e parë vinë, për herë të parë vinë në Shkup me dhonë stand-upet e tyre, po do t'jetë një buj tepër e madhe. Edhe me ato, Vërse pas ke nisi po pregaditje? kemi fillu vetëm se pregaditje për 2026. Pse s'dal edhe ti? Si vjetë kum pas për medalj, po me të vërtet ka qenë tepër angazhim i madh, po vitin tjetër do ta kem vetëm një natë festivalin, edhe me ditë që do të des në skenë i premtoj që 25 minuta vetëm se kam fillu ta pregaditi. O shkejt. Po pasha zotë. Ajde. Po seriozisht se ne kum kuptu që të sen. Më thonë, programi i joti, organizimi i joti, ti këtë sejnë ti ngore, edhe mos me dalë. Pse jam modest, jam që këtë gjendje. Se ne kina qefë, pak a gjë. Unë për veti më burem, edhe jam tepër i gëzum se kam qenë një farë, festivali jem ka qenë një farë festival motivus për
për vende tjera, si për shembull Presheva, Tetova, Zvicra, Gjilani tash kanë festivale të stand-upit, po piknisja ka qenë Shkup edhe në Burëm që është bë për herë të parë këtu. Po me të vërtet po. Mos tham se është kisen pak si tena që thënë pak me cepaçllëk, po kur ka qenë Shkupi edhe për do vene është metropol, dikush që sot e mban bajrakun për neve kanë qenë do farë atome tepër të vogla, seriozisht, po fatkeqësisht që kemi ardhur deri në këtë gjendje, a na ka marrë mësysh dikush, a kemi shkel në grag dikun, nuk asë hire, nuk seriozisht nuk e di. I kishin zonë me lirim. Po i kishin zonë me lirim dhe i kanë shlutë na. Po besoj që do të me vullnetin e trive që e shoh, pak si mezar. Ai duhet vetë diçka. Për këtë festival, domethënë herën e fundit që e bën para një muaji me 16-17. Po 16-17. Po. Cili pi aktorëve të kalon ma përshtypje të mirë në aspekt performimit? Përshtypje, ç'tash mos ti për respekt për krejt. Po domethënë veç për çat natë po foli për performancë. Tash secili aktor e ka atë specialitetin e vet, po Fisnik Qerkini edhe Valon Sylla. Njëmeve Valoni atë po, edhe Fisniki, Valoni, shumë adivosën e të mira. Valoni ka bo për herë të parë stand-upin në Prishtinë dhe kam qenë i ftuar, edhe jam tepër i kënaqur që nuk e ka diskutu 2 herë kur i kum bo ftesën për në festivalin Shkupi Jap Festi. Ka thonë me gjithë dëshirë do të jam aty, po me të vërtet ky edicion ftyrat të cilët janë kanë në festivalin tem, festivalin Shkupi Jap Festi. Shkupi Jap Festi, edhe jam tepër i gëzuar që kum pru ftyra që janë performu para 35 vjetëve në Shkup, si Vdel Radogoshi Qumili. Me të vërtet, ai duhet edhe gëzon një respekt tepër të madh te populli i jon, po me humorin e atina kënaqet njeri. Kënaqet edhe në jetën private, me qenë me atë në tavolinën e për veti, me lot kum kesh, ma ty tregun ngjarjet e veta çka i kanë ndodh. A është vërtet që është artisti me shumë karaktere që i ka lyt? Është aktor me 54 karaktere. Me 54 karaktere, ai është që ka marrë një çmim në çmim të Hollywoodit. Po, për zotin. Ai ka një çmim të paron në çfarë modesti ti, po është që pakica e dinat, asën ka çmim të Hollywoodit për karaktere, mas shumë të karaktere që i ka ba. Është Sevdaj Radogoshi Qumili, cilin shumë e përshëndes. E përshëndes me dhe në big respect. Që bo puna me dalë të Osamir? Të Osamiri, ta të regoj kështu. Po. Ard Islami, unë për vete Ard Islamin e kum njoft si emën, si koleg, po kur njerë nuk kemi pas në far bashkëpunime. Pat një far rasti në Shkup, edhe një Edi Kastrati, shok kolegu im edhe i Ardit, e më rrëtë të visar të qëtu e ka Ardi gjendjen, ti një mojsh në Shkup. Kisht një rast në spital, mu e shoqja më punon atje. Edhe takona për rrët par me Ardin unë në spital. Për rrët par. Nuk jam nis për atë qëllim që sa atër ishte Osamiri, po nuk adin shkoa të një moj shumë sinqerisht, se u bajke fjallë për fmi. Edhe as nuk e kemi diskutu që apo do me marrë pjesë, as po do me marrë pjesë, vetëm pse më kanë ftu
stafi i Osamirit, nesrit je në prova. Në prova kur shkova, 3-4 karaktere i kum prezentu edhe fillova të lujte Osamiri, po edhe masanena ardhi prej të Osamiri filloi të bën SHPK-nazin dhe për te SHPK-nazi më njerë transfer atje kum bë. Mas SHPK-nazit ka fillu ardhi Fëcelatën, edhe atje më ka marrë transfer. Ka bë, cilën jam tepër i kënaqur që më kam pjesë seriale. Te stadioni, pse ajo ka qenë po, ka qenë klubet, shkojshin. Edhe më thanë, jo, e di pse po tham, se me një farë mënyrë domethënë që po marketing shkupin olla. Po. Jo për ato, jo që jam në emisionin tanë që është puro emision shkupjan, ku kum shku unë për veti edhe mburëm që jam shkupjan, edhe mburëm pikë sport që jam Gazi Babali. Qashtu? Une, ave visar jo. Visar edhe në fakultet kër jam kanë, unë kur një nuk më thonë, visar od kajsin, jasëm od qajrë, jasëm od Gazi Baba. Edhe mburmi që nuk mund është me ndru, nuk mund është me dalë pi asaj që e ki. Dikush bot me zërë Shabedin e emrin, turë që më folë. Jo, kum pas në qësi raste. Pikaj ti jeve? Kum pas si raste, emrin e ka pas dhe i ka thonë njëzë më thirë Michael. Pasha zotin, po kërë kum një që kësën tash, la. E tash, qa kena najsena i projekta najsena? Tash për momentin jam të lujtë të shpia e madhe, edhe jam me 16 qershor e kemi premierën e shfaqës të gënjesh, a mos të gënjesh. Kum bot? Në teatrin shqiptar të Shkupit, një komedi urbane, një komedi e lezetshme. Do luaj edhe ti? Rolin kryesor e luaj. Hajde more për hajr. Atë e luaj me në regji të Shkombim i Strefit, Isrës të kafenes ton, ai e ban regjin. Kolegu i jon edhe do të bëhet një komedi tepër e lezetshme. Çfarë roli kemi pas? Rolin e policit e luaj. Apo? Një polic as i polici. E patër, dhe shka marrë me po. Patjetër, ka me pas veç se reklame për aty. Do të më nome, do të më të pa të ba. Pas aktivitet. Po. Du me t'i po një 2-3 pyetje, Hajde. ama mund sish me më përgjigj me rolin që i ki pas të Hoteli Mionës. Të Hoteli Mionës? Po. Okej. Të Hoteli Mionës, karakteret, se Hoteli Mionës e kemi shkrujt unë dhe Fisniki. 3 vjetë, me rene kemi shkrujt unë dhe Fisniki, pastaj 2 vitet e funit Fisniki më vetëm se bante regjinë dhe montajën e serialit, 2 vite kom pas marrë unë përsi për gjitha karakteret cilët i kemi kriju me Fisnikun, vetëm se i kemi ditë personazhet, se njëherë kanë bë këtë karakter dikon, edhe unë për veti e kom pas ka pas taku Fisi me këtë kolegun tem, me këtë shokun tem që ju mirë të goja, edhe unë me atë komunikojsha në këtë stil. Se ka qenë tip që edhe jam personat cilët edhe njën jetën private, të cilët as njerë nuk prejken ato njerë, se ato janë mësumu me Zoti që ashtu i ka folë edhe më e din. Ato edhe janë personat cilët nuk prejken. Edhe në qëse ndë njëherë janë prejk personat cilët kanë qatat me ta i kërkoj falje. Shumë sinqerisht i kërkoj falje, po arti ka lloj dhe karaktere. Arti ka nuk qënë. Po, kas nuk qënë pridare kena pas. Qka shë mirë në venin tonë? Arë momentin kur gjohish nuk shok. Këtë mirë e isha olla ka më thonë ma mirë se që është. Kush i ka fajë dhe vla? Na kanë marrë mësish dhe ose nuk ra kena shkel. Dikon po, ama shka të bat
Nuk e di që. Po si ka fajt politika në gjën. Ka shanca. Apo, Ka shanca që na kanë prun këtë drejgje. Nuk e kena lip, për na kanë pru. Misa nuk të falënderoj shumë që i keme pjesë e emisionit, vlla. Faleminderit. Se rrita që shihën për punë. Faleminderit për ty shumë. Shpresoj të vim të atër shfaqja kur keme 16, no? Jeni të mirësardhën, po. Edhe të kënaqshëm i pak, ta hekmi stresin. Faleminderit shumë edhe një herë dhe i bëj ftesë të gjithë trive, se kam pak talent, po. Mos ta qesin anë është dorës këtë sen, le të mirën, të pak të le ta provojnë. Po. Ka shansa dhe mjë Nuk hupin kur gjo. Jo, kur gjo, me hup kur gjo është nuk hupin. Misa edhe njerë faleminderit shumë. Faleminderit të juve. Neve s'na me të sen tjetër me thonë për pos shihemi epizodat e radhës. Kaloni sa ma mirë, më saloni me bo subscribe edhe like, me loni koment, si shkon keq i lexojmë edhe komentet. Deri javën tjetër, kaloni sa më bukur. Bye bye.